po themi përmes kolonizimit edhe bregun, po them bregun perëndimor përveç Gazës. Duket në këtë rast tregon sikur Palestina është bërë le të themi si një mollë sherrri, pra duket sikur ka një përçarje mes Shëbaz dhe aleatëve të saj. Në fakt po, dhe kjo përçarje do të çojë ujin në presion ndaj Izraelit kur të arrihet marrëveshja e paqes. Pse e them këtë? Sa më shumë shtete perëndimore që ta njohin Palestinën, kur të vi puna tek marrëveshja e paqes, do të rriten kërkesat ndaj Izraelit, jo vetëm për gjithçka që ka të bëjë me krimet e luftës, por dhe me gjithçka që ka të bëjë me garantimin e sigurisë së vetën dhe të Palestinës. Pra sa më shumë shtete që të njohin Palestinën, aq më i madh do të jetë presioni ndaj Izraelit nesër në një marrëveshje eventualisht mundshme. E qartë, mirë, ne mbyllim këtu bisedën së bashku, ndjekim insertin dhe rikthehemi me të ftuarin në radhës. Britania mund të jetë tashmë në luftë me Rusin për shkak të thellësisë së intensitetit të sulmeve kibernetike, sabotimeve dhe veprimtarive të tjera armiqësore, të orkestruar nga Moska kundër Mbretërisë së Bashkuar, sipas një ish-drejtuese e TMI-5, Eliza Manningham Buller, e cila ka drejtuar shërbimin sekret të brendshëm 2 dekada më parë, u shpreh se ishte dakord me komendet e ekspertes për Rusin, Fiona Hill, e cila në një intervistë për The Guardian më herët këtë vit argumentoi se Moska është tashmë në luftë me Perëndimin. Zonja Manningham Buller tha se situata ka ndryshuar që nga pushtimi i Ukrainës dhe për shkak të gjërave të ndryshme që lexoi se rusët po bëjnë kështu, sabotime, mbledhje informacioni, sulme fizike ndaj personave dhe të tjera si këto. Mirë, jemi rikthyer në studio tani për këtë temë do të flasim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjeopolitikës, zotin Lutfi Bilali, i cili ne kemi lidhje të drejtë për drejtë me një herë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje. Tani, kjo që sapo ne pam, kjo luftë hibride e cila mund të eskaloj edhe në luftë taktike, vërtet jo hibride, po themi kështu. A e ndryshon rolin e Mbretërisë së Bashkuar brenda NATO-s, sidomos përballë aleatëve lindor të NATO-s, si për shembull Polonia? Mendoj që është në qërëm hesapësh në rivalitetin mes mund të them shërbimeve inteligente ruse dhe britanike, të cilat një kohë të gjatë luftojnë për primat. Mendoj që në kohën të cilën sot jetojmë dhe nga gjitha psihozë se a do kemi luftë, a do kemi, mund të them, një ndeshje të titanëve, mendoj që janë hapat ose shenjat e para, më mirë të them, mes një rivaliteti britaniko-rus. Dhe mendoj që britanikët luajnë një rol të rëndësishëm sidomos në luftën në Ukrainë, por edhe me atë që ka të bëjë me forcimin e pjesës të Baltikut. Është shumë interesant që Finlanda paraqet një rol jashtëzakonisht, mund të them, të rëndësishëm, nga se për kufizimi i vijës kufitare 1430 km me Rusin dhe një mund të them kështu traditë historike në luftrat finlandeze sovjetike të kohës, sidomos ajo lufta e dimrit të vitit 1939, ka qenë një luftë 4 muaj e gjys, ku me siguri vërtet forcat sovjetike kanë mësuar shumë, por mendoj të ndërlidha këtë fakt historik për arsye të asaj që mendoj në Evropë në përgjithësi, në kontinentin e Evropës, por edhe më gjerë shërbimi britanik dhe angazhmoni britanik është jashtëzakonisht i dukshëm. Dhe mendoj që ka një përparësi shfaqur nga i francez dhe gjerman. Mos flas paralel në bashkëpunim me atë amerikan. Por kjo luftë hibride që është duke u bërë, sepse mund të them edhe në vitin e kaluar kemi pasur në ajër disa fluturime të cilat kanë qenë jo të saksuar mira, kanë qenë, mund të them, provokime ruse. Mendoj që britanikët janë, sa i përket inteligjencës, mund të them, janë klasë në Evropë, klasë 1, të cilët kanë informacione të sigurta. Por lufta e tillë ka ekzistuar qysh në kohën e KGB-s të sovjetikëve dhe me MI6, e cila mendoj që ka një ata quaj kështu në fjalorin e asaj që kontaminon në determinim, mund të them kështu, projekton jashtëzakonisht gjatë dhe ka
një rrezë veprimi me të cilën mund të them ndoshta krenohen britanikët, por edhe pjesa perëndimore. Është shumë interesant që po në raport me Washingtonin edhe me Brukselin. Po anglezët rastësisht nuk kanë dalur nga Unioni Evropian, nga se mendoj që kanë parashikuar më herët që familja e tillë e cila është as shtet, por nuk është as mund të them as federat as konfederat, dhe është një bashkësi e shteteve e cila është vështirë të marrë vendime, sidomos në fushën e sigurisë që tash po përjetojmë. Mund të them ka provokime dhe ndeshme me situata, sidomos me në ndërcën e klasës Kilo, e cila noja Rasies ka quhet kështu ajo në ndërcë, e cila në tek Gibraltarin duket që ka pas një avari. Fatkeqësia është që kjo ka mbushje bërthamore, sidomos me raketat kaliber. Dhe këtu mendoj që ose është provokacion rus, informacion për të zgjuar alarm, ose ka të vërteta. Dhe mendoj që anglezët prak po kthehem atu kanë informacione të sigurta. Anglia, Britania e Madhe komplet është, mund të them, në atvlimin e madh të presioneve të brendshme që ka të bëjë sidomos me gazën, me linjet e afërt, por mendoj që institucionet e saj të sigurisë kanë shumë punë brenda, sepse kuptohet që dora zgjature e shërbimeve ruse, sidomos e sferit dhe grus, mund të jetë fatale. Zoti Bilali, nga ana tjetër, pushtimi i Ukrainës ashtu si dim pra nxorri në pa edhe boshllëshe të tjera këtu ato operacionale, por edhe nga ana tjetër dhe logjistike, që mendohet se perëndimi duhet i mbyll pra për të mos u përballur nga ana tjetër dhe me surprize të reja. Ju si e shihni pra, cilat janë mësimet që perëndimi ka nxjerrë nga pushtimi i Ukrainës për të mos u kapur, po them, i papërgatitur nga ana e Moskës? Shef, ekziston një strategji, sidomos mes një mosbesimi ndaj fuqisë dhe potencialit dhe inovacioneve gjermane, sidomos në fushën e prodhimit të industrisë ushtarake, siç është Rheinmetall, por edhe kompani tjera të fuqishme në Gjermani, dhe mund të them që nuk munden pa gjermanët. Do thotë koncepti evropian, sidomos i Unionit Evropian, ose kupolle për sigurinë, për mbrojtje e këtij unioni, ose për të ardhmen, nuk mund të jetë efikase pa gjermanët. Mund të them një hezitim të tillë kanë ndoshta edhe amerikanët, meqense amerikanët janë të interesuar më të madhe, nuk janë shumë mund të them të dashuruar nga ajo e 5% nga GDP-ja për të arritur për mbrojtje. Po interesi amerikan është që të shesin armë. Dhe kjo është koha më profitabile që një shtet siç është fuqia amerikane, ose mund të them ende numri 1 që e bizotron raportet marrëdhënie ndërkombëtare dhe atë që mund të them arkitekturën e sigurisë edhe botërore, në Evropë kanë gjetur momente me luftën në Ukrainë që të kenë, mund të them, një pazar jashtëzakonisht të lëvërdishëm, sidomos për kompanitë e tyre brenda në Amerikë, pe Boeingut dhe pastaj Lockheed Martinit dhe gjitha kompanive tjera të cilat me arritjen e 5% të GDP-së janë shumë profitabile. Dhe nuk është e rastishme që Gjermania deri në vitin 2028 ka para po një fond mega 300 miliardësh, dhe kryesisht këto arme janë të rëndësishme. Ka qarkulluar dje një informacion që i dërguari i Trumpit kolegë për Ukrainë ka dhënë vizë Ukrainës që mund të përdorin armet në distanca të gjata, që me rrezet veprimi që mund të godasin brenda Rusinë. Në fakt është përfolur që Zelenski ka kërkuar Trumpit raketa Tomahawk. Po, Tomahawk, po. Dhe kjo tregon ndryshimin e lojës. Mirë po, shif, ne çdo herë edhe një lojë, mos bëj dashka nuk është krahasimi qelluar, po të jep çdo figurativisht në atë kuptimin. Ne mund të propozojmë që një lojë është luajtur shumë mirë, po në fund kush është fituesi. Mendoj që te fitoria është pak dilematike, të thuhet. Unë në atë që mund të rikthej 4 regionet plus Krimen, Ukraina, mendimin e BE-s dhe NATO-s,
është droja tjetër që mund të shkoj të humbë edhe ndonjë region tjetër. Pika më e rëndësishme është Odesa. Dhe Odesa ka rëndësi shumë të madhe për ne në Ballkan. Sepse në fakt Odesa mbyll të gjithë Bregdetin e Ukrainës, në qoftë se rusët arrin ta marrin. Jo, është edhe pika që lidh Transnistrinë, aja pjesa në formën e gjarprit të ndarjes nga Moldavia, ato do thotë apetitet separatiste që kanë arritur, ka trupa ta tillë të quajtur paqërujse, është një rezolutë ndoket e OKB-s, dhe më duket që më herët nga Moldavia shërbimi rus ka kontrolluar, ka dirigjuar gjithë aktivitetin e spionazhit në Ballkan. Dhe këtu është efekti dhe mund të them delta e Danubit është jashtëzakonisht e rëndësishme për rus, por e rrezikshme për ne. Dhe që të rikthehemi sërish te Britania e Madhe, te kjo luftë hibride, se luftën taktike në Ukrainë në terren e dim, e kemi të qartë, por është lufta hibride ajo që na shqetëson. Nëse Britania e Madhe do ta ketë mundësinë që dhe jo vetëm Britania e Madhe, po dhe Evropa dhe krejt perëndimi, po Evropa, nëse do ta ketë mundësinë që të përballojë në një periudhë afatgjatë një luftë hibride, apo nëse kjo do të përshkallëzohet drejt një lufte të mirëfillt e cila do të ishte mjaft e rëndë. Çdo luftë startin e parë e ka propagandën dhe luftën speciale. Pastaj vin më pas kemi atë konfliktin dhe ndeshjen tamam të arsenalit e cila ndeshet mes kundërshtarëve. Mendoj që në luftën hibride evropianët nuk janë të papërgatitur, kanë kapacitete, mirë po rusët mendoj që me gjepat e tyre, sidomos me aktivitetet me të cilat për shembull gjermanët kanë hasur në shtetas Ukrainas, Ukraina së folës, me që se gjua atyre prafërsisht nga pikpamja e dialektit është prafërsisht dikun e njëjtë, edhe alfabetin dikun e kanë shkruar të përbashkëta. Dhe aktiviteti i tyre në Gjermani ka qenë tek sabotazh por edhe kryerja e aksioneve të ndryshme të elementeve terroriste. Ky grup është xher në Bavari, në pjesën duket Baden-Württembergut dhe tregon de facto që dora zgjatur e shërbimeve ruse mund të jetë në momente efikase, por në këtë rast mendoj dhe të gjitha ato propagandë që kanë pas me avionin e Ursula von der Leyen dhe Bullgari, ka qenë mund të them ai efekti psikologjik. Dhe kjo mendoj që do kishte pasoja për të ardhmen që mund të kemi një gravim të situatës në konflikt të hapur, por e tëra kjo shpreh ka dishmërinë, mos të mbajret edhe çështja që kanë pas me problemet në Ekurudhat në Portugali dhe në Spanjë dhe një pjesë të Francës, ku është menduar që mund të jetë ajo goditja, mund të them e kyber aktiviteteve që rusët mund t'i bëjnë edhe përmes elektronikës së tyre, o sistemit të kodimit në rrjetet e kuruave edhe në Francë, në jugun e Francës dhe në Spanjë. Dhe kjo tëra tregon që kemi arritur në situata të tilla të cilat mund të sjellin edhe një luftë të përmasave që do ishte katastrofale, një lloj kataklizme për jo vetëm për kontinentin, por edhe për sigurinë botërore. Qartë, mirë, zoti Bilali, për të kaluar tek tema tjetër ndikemi në sertin dhe pas rikthehemi. Presidenti Amerikan Donald Trump do të pres kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë këtë të hënë, në një takim që pritet të fokusohet në përpjekjet për një marrëveshje paqe për Gazën. Takimi vjen në një moment kritik, pasi disa nga aleatët më të ngushtë të SBA-s kanë njohur shtesësinë palestineze, duke sfiduar kundërshtimin e Washingtonit dhe Tel Avivit. Kjo është vizita e katërt e Netanyahut në shtëpinë e bardhë që kur Trump u rikthye në detyrë në janar, dhe vjen në një kohë kur Izraeli po përballet me izolim në rritje në skenën ndërkombëtare, pothuajse 2 vjet pas fillimit të luftës me Hamasin në rripin e Gazës. Ndryshe nga pritja e ftohtë që Netanyahu mori të premten në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku shumë delegat dolën nga salla në shenjë proteste, ai pritet të mirëpritet ngrohtësisht nga Trump, një mbështetës i palëkundur Izraelit. Mirë, zoti Bilali, një marrëveshje kufizuar për Gazën mund të jetë pra sigurisht edhe një hap humanitar i rëndësishëm, por nga ana tjetër zgjerimi rajonal pra kërkon edhe faktor politik, sigurisht edhe garanci të tjera të mëdha. Sa realiste e shihni këtë marrëveshje pra
pashë ishën njës vetëm nga Gaza dhe a mund të zgjerohet mëtej edhe në të gjithë lindjen e mesme? Që në fillim, thëmë që plani i Trumpit për Gazën është jashtëzakonisht i favorshëm për Izraelin, por bijetes për palestinezët. E rëndësishme për momentin të kemi ndarjen e luftës dhe të pësojnë jetat e njerëzve. Mendoj që nga ky plan do kemi edhe decenja të tëra, sepse është një konflikt që më duket ndonjëherë në ndonjë ekuacion matematikor quhet matematiketin kjo detyrë nuk ka zgjidhje. Dhe fatkeqësisht mendoj që kemi hyrë në situatën e tillë ku edhe pse duket që Trump mjaft është mjaft dhe është koha që të fillohet me anëpushimin. Mendoj plani një pikësh, me qëse sot me duket informacioni i fundit që të vendet që kanë pasur takim para sesionit të OKB-s, të 80 Asamblesë së Përgjithshme, në takim Erdogan, Trump dhe 7 përfaqësues komplet botës arabo-muslimane, kanë pajtuar dhe kanë pranuar sot planin 20 pikësh. Me qëse ka pas dallime ose vrejtje, dhe mendoj që taktikat e tilla janë bile është një deklarat sa duket brambën e Tony Blairit, i cili përmendet si administratori, shumë i cili në afatin 2-3 vjeçar. Konkretisht këto vendet arabe që do të përfshihen proces, çfarë garancish kërkojnë, po themi kështu, që ta marrin seriozisht këtë proces? Po, problematika është nuk ka asnjë garancion për formulën me 2 shtete. Dhe nuk është e qartë kjo formulë. Nuk ka pastaj pika më kyçe është statusi i Jerusalemit. Mendoj që kjo tëra, mendoj që në shtetet e vogla ku prodhohen nga të mëdhenjat, problematika që të lënë një shtet i cili mund të ekzistojë, por mos të ketë fuqi. Shifnë Ali Ringjellike ka një thënie të mirë, Turqia sot nuk ishte ajo që ne mendojmë që është, po mos të kesh fuqinë ushtarake. Dhe do të dahet në një 6-7 regjione. Problemi është që Palestina tarmën e vet mendoj që do ta ketë me një forcë xhandarmerie, deri këtu mund të shkojë. Sepse edhe atë që e fillova dhe ka të bëjë me këtë që thash për Tony Blair, deklaron që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për ndarjen e luftës dhe pështimin e jetës së njerëzve, shpëtimin e jetës së njerëzve. Mirë po është garancion dhe siguri e betonuar për interesat izraelite. Do thot, kjo formulë e tillë tregon që në Gaza është ai koncepti që do thot IDF izraelite ka një kohë të caktuar dhe në mënyrë graduale të tërhiqet ajo vija e 3 atë përshkrimeve që paraqet rolin e forcave ndërkombëtare, autoriteteve autonome palestineze, nga Ramallah që tentohet që ata të vinë me qeverisje në Gazë, qarmatosja dhe largimi i Hamasit, amnestia atyre dhe largimi i disa trupa. Po them nga 21 pikat të cilat pastaj kuptohet që në 48 orëshin e parë lirimi i pengëve. Besoj që nga i 48 që 20 mund të jenë gjallë, 28 tjerë të cilët janë të vrarë, por trupat e tyre të dorëzuar. Kuptohet familjet e tyre janë mase të interesuara, por pjesa tjetër, për të mos e dalë nga aspekti i asaj sqarimit komplet të planit çka ka deri sot në dritë që është dalë, mendoj që takimi i Trumpit me Netanyahun shifet që ka qenë, më duket, një vrejtje për kryeministin izraelit nga ana e Trumpit, por mendoj që jashtëzakonisht i favorshëm. Unë mendoj që një Balfouri i dytë i 17, është 1917, që nuk sjell në dritë atë çka kauza palestineze kërkon për një ujë shtetë. Garancat për Cisjordaninë ose Westbankin është që Trumpi ka dhënë, mund të jetë edhe me shkrim, por besoj shef, Izraeli asnjë rezolut pej 48-s, mund të them deri në ditën e sotme nuk ka respektuar. Dhe me duket të gjitha ato që vinë gjanat që përshkruan në letër nga Izraeli mund të mos përfillen. Mund të mos përfillen me problemet e tilla që mund të kenë Gaza dhe trupa ndërkombëtare nga Hamasi. Mirë po, mendoj që problemi ky është mosvullneti i Izraelit për konceptin me 2 shtete. Por në dallim nga 48-a e deri sot ka një dallim. Kur më parë Izraeli s'ka qenë më i dobët diplomatikisht.
Pra se thatë që nuk i shpërfill. A jemi sot në kushtet kur Izraeli, po themi, është më i dobët diplomatikisht se kur më parë, për ta kthyer në pyetje atë që konstatova, ndoshta me saktësi, ndoshta gabim, dhe rrjedhimisht, a do të ketë presion pra kësaj here ndryshe nga herët e tjera? Egon, besoj që e dën barabar me mua se ajo është mas e vërtet. Mendoj që kauza palestineze ka përfituar në aspektin diplomatik, sidomos me autorin 155 shtete kisha që njohin Palestinën. Po de facto se ekziston shteti i Palestinës. Është, mund të them, fizikisht